të dashur miq dhe mirë se erdhët. Jemi pak më vonë se zakonisht, por me Katerinën në kuzhinë si çdo mëngjes, drejt për së drejti në Vila 24 mëngjesi. Mëngjes e dashur. Përshëndetje të dashur miq që na ndiqni në këto momente në emisionin ton të kuzhinës. Dhe jemi gati për treguar më një herë recetat që do të përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Do të bëjmë një briam që do të bëhet me oriz, një nga lloji orizave që kemi aty, do me thënë do përzgjedhim me të gjitha llojet, mund ta përgatisim këtë. Me të tëra variante. Po, me të. Dhe përveç se orizi do na duhet një qep e thatë, 2-3 qep të njoma, qumësht, djath, vezë, erza, kopër, majdanoz, një lugë gjalp nëse keni, kri piper patjetër, edhe ar moskati që i shkon, do me thënë, dhe kam të gjithmonë që kur kemi burmet, nuk është në mënyrën tradicionale, nuk është se vendosim arën e moskatit, por tani në këto, do me thënë, ndryshimet e reja, sigurisht që e vendosim sepse kur kemi burmet, shkon edhe ara e moskatit. Këtë e kam të gjithmonë. Është një recet shumë e thjeshtë, një recet tradicionale që bëhet në mënyra të ndryshme, që bëhet edhe vetëm me qumësht, me vezë, edhe me këto gjalp dhe erzat, por bëhet edhe me djath. Pra sot ne do ta sjellim në variantin tjetër që do ta bëjmë edhe me djath të bardhë. Do të thënë do ta bëjmë akoma edhe më të plot këtë recet për të kaluar vaktin e drekës, duke shoqëruar edhe me një sallatë. Dhe jemi në rregull. Fillojmë me njëherë për ta përgatitur sepse edhe koha është shumë e shkurtër, kështu që duhet të arrim edhe kohën. Këtu fillimisht nuk kam vendosur me vaj dhe kam përdorur këtë vajin gold këtu për të kavërdisur qepën e thatë dhe si që shikoni dhe qepën e thatë e kam të grir imët, sepse kështu duhet qepa të jetë e grir imët. Më mbrapa shtojmë dhe thash pse. Do të hedhim qepën e njom, të cilën dhe këte kemi të grir imët. Do të marim tani oriz të zjedhim. Këtë zjedhim, kemi një janë të gjitha. Kjo është për të, do me thënë edhe për pilaf. Ideal për pilaf tradicional. Gjë që në trajt pilafi do na bëhet edhe ky, kemi dhe një tjetër. Parabol është varianti që është gjysmë zier apo jo, ai zakonisht për kështu, do me thënë, po, do më pak minuta, por mendoj që mos ta bëjmë. Hajde se po vendosite që është për pilaf, sepse kështu do të na duhet i shkrifët, një oriz i shkrifët. Tani të marr një filxhan që ta masim, sepse do të më duhen 2 filxhan oriz. 2 filxhan do më duhen qumësh dhe 2 ujë. Kështu që hedhim orizin fillimisht. Ndërkohë, ju më të zgjidhni çfarëdo lloj varianti që dëshironi në gatimet tuaja, sepse kompania Teuta me orizin gold vjen, siç ju e dihni, me ku i kemi me variante të ndryshme, se cili prej paketimeve shoqërohet me një emër dhe sigurisht që ndër të tjera ju lehtëson në përgatitjen e recetave të ndryshme në kuzhinën tuaj. Si për orizin më të përgjithshëm po themi, të cilin mund ta përdorni si për pilaf apo për risotto, natyrisht edhe për oriz të tjerë që mund t'i përdorni për receta pak më specifike, më të veçanta. E meqense jemi te kompania Teuta, unë do doja t'ju kujtoj gjithashtu edhe ato me të cilin nis çdo gatim dhe është pikërisht vaj i lule diellit, vaj gold është ai që ne gatuajmë këtu, të cilin do doja t'ju sugjeroja, e sigurisht që në këtë logo të familjes së madhe keni edhe pafund produkte të tjera dhe në fakt ne disa prej tyre do t'i përdorim edhe në recetën e dytë ku do të kemi niseshten, do të kemi sheqerin kaf, do të kemi sheqerin e bardhë atë klasikun, por edhe sheqerin pluhur që her pas here na shërben për të zbukuruar apo për të mbuluar edhe është këtu. T'jam tjerë kështu për para, me këtë paketimin e keni, është sheqer pluhur. Edhe me qënë se jemi pak tek mbështetësi tanë, po përfitoj nga koha që Kati po bën gati erzat e freskëta për të falenderuar gjithashtu edhe vezën O Vital, vezën e jetës, e cila është pjesë e gatimeve tona, është pjesë e vakteve tona dhe na mbush me energji dhe me proteinat e nevojshme që na duhen në çdo ditë. E sigurisht që kemi edhe atlasin që na vjen do t'i shohim tani në ekran me të tjera produkte të nevojshme dhe të domosdoshme në kuzhinë, siç është mielli. Mjafton të hapni raftin tuaj të ushqimeve dhe pa diskutim nëse shumë gjëra do të mungojnë, mielli është ai që nuk mungon asnjëherë. Ndaj është mielli Ola ai që ne ju sugjerojmë, i cili vjen me paketime të ndryshme dhe me modele të ndryshme të miellit që i vjen në ndihmë çdo familje në varësi të asaj që ju do të gatuani.
Atëre, të dashur miq, kemi filluar, si thash në fillim fare, kemi hedhur vaj, kemi hedhur qepën e thatë, kripë dhe më mbrapa qepët e njoma, ndërkohë kam shtuar këtu edhe kopër majdanoz, një përzjeri, të zbuten paktar, do me thënë, nuk duam që të bëjnë kavërdisje të rënd tani mbasi kemi hedhur erzat, dhe jemi gati këtu të shtojmë edhe orizin, të cilin e kam të larë. Okej. Ndërkohë, ne nuk e kemi thënë ç'do bëjmë si recetë dytë. Si recetë të dytë, neve do të bëjmë një hasude. Një hasude, por në një mënyrë tjetër, që do të tregojmë tani, kështu që ta shikojnë anvisat se si do ta bëjmë, do qëndrojmë me ne për ta parë hap pas hapi, ashtu nuk siç na do të zbulon të bëhet. gjitha, do duhet të... Duhet të qëndrojnë në anvisat të na shikojnë se si do ta bëjmë. Një tjetër sekret për të mbajtur audiencën në pritje është edhe ky në fakt. Kështu që Okej. tani kemi hedhur edhe orizin, të na ngrohet pak këtu tek tigani. Ndërkohë këtu kam 2 filxhan ujë dhe do të shtojmë këtu edhe 2 filxhan qumësht. Një do ta hedh këtu dhe një do ta mbaj sepse dua që ta kem më mbrapa. Që do ta hedh te tigani për të bërë atë përzierjen me vezët. Okej. Dhe kur të jetë momenti, ne mund të shohim pak recetën. Mund ta shohim Edhe pse? anisht sepse ne tani këtë do ta nxjerrim, do ta hedhim në tavë. Këtu. Okej. Po. Kati na e ka shpjeguar me detaje deri më tani se çfarë po gatuan, dhe receta e plotë është kjo që ne kemi në ekran tani. Birjan me oriz e djathtë. Na duhen 2 filxhan oriz, 2 filxhan qumësh, 2 filxhan ujë, 1 qep të thatë, 4 qep të njoma, 150 gram djathtë, 2 vezë kopër majdanoz, vaj, krip edhe piper. Ndërkohë, me qenë se jemi tek leximi i recetave, shpejt e shpejt të fitojmë kohë dhe të shohim së bashku se cilët do të jenë përbërësit që do të përgatisim hasuden pas pak minutash. Hasude lug-lug. Ja, është ajo forma që jepet me lug, po tradicionale. 1 filxhan i seshte, 2 filxhan ujë, 1 filxhan sheqer, 100 gram gjalp dhe 2 lug vaj. Në rregull. Ndërkohë, unë e kam kthyer domethënë orizin këtu në tavë, kam shtuar dhe pak prap piper të zi, sepse siç ju them gjithmonë që e ndiej domethënë atë aromë dhe shijen e piperit, më pëlqen, e dua, kështu që kam vendosur edhe pak këtu. Tani do të shtojmë dhe këtë arën e moskatit, që mund ta shtoni edhe tek veza, po në të njëjtën vend do të shkojnë, kështu që këto aromat, qoftë erzat, qoftë edhe arë e moskatit, e bëjnë që veza të mos ndiejë, domethënë, aroma e saj. Të vjera vezë që themi ne ndonjëherë. Hedhim edhe djathin. Fillimisht do të shtojmë qumshtin dhe ujin që kam këtu të ngrohtë. Dhe ndërkohë edhe aty po vlon, me ç'po shoh. Po. Ja ta fikim tani se s'do na duhet më, ta heqim, ta afrojmë këtu. Edhe do të bëjmë këtë përzierjen e vezëve. Ta çojmë më mbrapa këtë tani. Ta si na duhet për vezët? Po. Okej. Shmirë. E thjesht kjo recetë, Shumë e pjesën tjetër thjeshtë. do ta vazhdoj furra. Pra e thjesht ajo pjesa e dhe kavërdisjes. thjesht, po është Edhe dhe shishme, e besoj. shishme, shumë e shishme dhe e plot. Se çfarë nuk ka brenda. Edhe me vitamina, dhe me proteina, dhe me çfarë nuk ka veza njëherë. Po. Sa vlera ushqimore për mba Shumë veza. ka, Kështu që shumë. djathi, kalcium e të gjitha. Tani ti lëm dhe këto vezë do vital të qëndrojnë këtu. Të bëjmë një përzierje, ja. Pse themi që zgjedhim? Zgjedhim më të mirat. E zgjedhim sepse jam për të zgjedhur. Edhe pse i përzihem, ato prap vazhdojnë të qëndrojnë ashtu të plota. Dhe them gjithmonë që kur veza qëndron e plot, është se është e freskët dhe janë vezë të mira. I përzim, këtu tani do të shtojmë qumshtin në mënyrë graduale, Po, për të rregulluar temperaturën. që mos të pritet në momentin që e shtojmë tek tava. Dhe gjithashtu dhe në momentin që do të vendoset në furrë. Nëse nuk bëhet ky veprim, Po, veza pritet. shumë mirë. Ky është veprimi që bëjmë gjithmonë kur do duhet të balancojmë temperaturën e vezës me Afrojmë lëngje edhe të një ngrohta.
Qëndrimi i kësaj tave në furrë, besoj, duket që në momenti që na kthehet në një në pilaf. pilaf, po. Në pamje. Tani e hedhim. I bëjmë një kështu, do me thënë, tundjet kështu në këtë mënyrë, dhe i kemi gati për ta vendosur në furrë. Furra më përpara duhet jetë e ndezur në një temperaturë 200 gradë, do temperaturën e lartë që në fillim fare, dhe i lëmë që të bëhet gati 25-30 minuta, do ta shikojmë, ndoshta edhe më shumë se 30-35. Dhe sa herë që ne kemi nevojë për të fituar kohë dhe e dim që koha fizike e transmetimit live her pas here na kufizon për t'i përfunduar nga fillimi në fund të pjekura. Sigurisht që ne i pjekim edhe kur ndahemi nga kuzhina. Thjesht po doja t'ju kujtoja që është Balkan Web ai që na suporton gjithmonë me fotot edhe me videot përkatëse ku gatimet të cilat ndjes ne nuk arrim dot i përfundojmë live në studio, i ilustrojmë aty së bashku me të gjitha detajet që ju duhet për të mësuar. Nëse keni dëshirë t'i gatuani siç ne bëjmë këtu. Megjithatë, deri kur të qëndrojmë në studio, ne do t'i hedhim një sy tavës, ndoshta i gatuar plotësisht nuk do t'jetë, po do t'jetë trashur disi, do t'ketë filluar do të nxjerrim neve se nuk është krijojë. kek ashtu siç them gjithmonë. Pa, nuk na shfryet. Nuk na hapim furrën. Ne do ta nxjerrim, ta tregojmë anvisave se si deri në atë fazë që do të jetë. Tani, ha student, do ta bësh këtej nga e ke më mbar. Andej. Pra mos lëvizim asgjë nga përbërësit që kemi vendosur në krahun e djathtonin të kuzhinës dhe jemi bërë gati për të nisur kështu përgatitjen e astudes që është një ëmbëlsirë tradicionale, shumë shpesh përgatitet nga familjet shqiptare, është e thjeshtë dhe shijon shumë. Patjetër. Që ne sot do ta bëjmë ndryshe na the, ëh? Patjetër që do ta bëjmë ndryshe, ja do shikojmë se do na dal. Ani të lutem po. Është momenti jot. Momenti më i bukur. Pa, i fikjes dhe i ndezjes. I do të dyja? Të dyja po, sepse e duam dhe ujin të ngrohtë. Okej. Por do të kemi goxha kohë, do me thënë, për të përgatitur këtë, sepse fillimisht ne do të hedhim gjalpin. Dhe do të bëjmë, nuk fillojmë me atë, si thua, që vendosim sheqerin, karamelizohet, edhe më mbrapa vendosim niseshten që kemi përzier me ujë, por do ta bëjmë ndryshe, do të vendosim gjalpin, do të hedhim edhe pak vaj dhe do ta vendosim niseshten, një filxhan niseshte të na ka vërdiset. Aty, në gjalp edhe në vaj? Po, në gjalp edhe në vaj. është ndryshe nga ajo hasudja e zakonshme që ne vedim. Lutem Anil, po faleminderit. Të lutem. Ti hedhim edhe vajin. Ti hedhim nga ky. Ma jep atë që kemi Ja, e kemi këtë, e kemi të hapur, dhe ne e kemi me merak të mos shpërdorojmë asgjë, ashtu siç bëni edhe ju në shtëpi, për më tepër kur kemi të bëjmë me produkte cilësore që duan trajtuar me shumë dashuri. Patjetër. Dhe kur vendosim një dozë dashuri në kuzhinë, edhe gatimet tona bëhen shumë të mira dhe shumë të shijshme. Pa, si kemi thënë, kush është përbërësi kryesor i recetës? Dashuria. Ashtu. Një filxhan, Po. Ja, një filxhan. Tani të na shkri pak gjalpi, të marri temperaturë gjalpi dhe me njerë tani do të shtojmë këtu një filxhan niseshte. Ndërkohë, këtu kemi 2 filxhan ujë dhe do të na duhet edhe një filxhan sheqer. Okej, ndërkohë, unë po bëj gati sheqerin. Po do na duhet një filxhan tjetër. Jo, vetëm po e hapun. Në rregull, sepse e shtojmë këtu pastaj tek pjesa e... Të bëjmë në pisme dhe kemi dhe filxhanin. Nësë pas kam zë sot me kësho, me mas të barabartë, po thoja. Edhe në shpi kështu bëjmë fundja një filxhan, përdorim. Anila, do të regloj zërin, do të... Ha, do këndojmë? Jo, do vendosim pak dafin që të zjej dhe një lugë mjaltë edhe do t'jesh në rregull. Faleminderit. Ja, kështu. Shikojmë që kati dhe kujdeset për mua. Fillojmë që të përgatisim të, unë do të përgatis një çaj. Largohen këto vjerozat o kati. Që të... Shumë faleminderit. Për fatin e madhë neve këtu, jemi një vënd që kemi shumë bimë medicinale, të cilat janë shumë të dobishme në kohën e virozave, thjesht që neve të kemi dëshirën për t'i përgatitur dhe për t'i përdorur. Po, e vërtet. Ndaj edhe na këshillon gjithmonë që erzat t'i përdorim edhe në gatime, sepse ndër të tjera përveç aromës bëjmë mirë dhe për shëndetin. Po.
Kemi shtuar një filxhan me një seshte. Tani na duhet një filxhan me ujë. Me ujë. Atëherë, nëse ne hedhim ujë aty, do duhet dhe lajmë të fshim lutem, me sheqer. Pra, okej. Se nga tua. Se ujën e kemi këtu. Se mos do duhet ta lagnim dhe pastaj do na ngjiste sheqeri. Aty do të na duhet një filxhan tjetër, por ja ku e kemi gati. Ndërkohë që aty kam ca petale trëndafilit, të cilat i kam thërmuar me pak sheqer për të bërë këtë, si thua, servirje në fund. Kati mendon edhe për dekorin. Të na dali pak si më ndryshe. Një hasude ndryshe. Nuk është ajo si thash që e karamelizuar, do të jetë një hasude e cila do të ketë atë ngjyrën si në bezh faktikisht, sepse as e bardhë nuk do të jetë. Po bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Lezetshme do lekja. Tjetër gjë. Po pra. Kati, urdhën? më ke premtuar dafinën sot. Po do ta bëjmë. Meqense jemi tek këto gjërat e shpejta, që në kuzhinë ne themi shpesh se e rëndësishme është që të hamshëndetshëm, të shpenzojmë aq sa përballojmë, sepse është e nevojshme ta nisim çdo gjë nga buxheti, të zgjedhim pa diskutim produktet më të mira dhe të shijojmë në të njëjtën kohë. Dhe të gjitha këto kush na i ofron? Na i ofron Vudi, është një tjetër mbështetës i yni që unë do doja ta falenderoja shumë. E di se sa për zemër ju i keni, që janë salçet tuaja të preferuara që zgjidhni në të gjitha marketet, edhe pa diskutim që janë edhe shija më e mirë për fëmijët, sepse e di që i preferojnë shumë dhe siç thot edhe ajo që po shohim në ekran, ku është aja ka gëzim që na e sjell pikërisht Vudi. Edhe fëmijët i duan, Kati. Patjetër që i duan, jo vetëm në sanduiçe, por mund t'i bëjmë edhe sufle ato në gatime të ndryshme me makarona, me kështu perime, që vendosim kërpudha e kështu gjërash brenda dhe bëhen shumë gatime të mira, përveç se që i konsumojnë kështu në ashtu si janë, me thënë. Por zën një përdorim të gjerë edhe në gatime të ndryshme, me spinaq, me kërpudha, me të bëjmë ndonjë ditë kështu të japim ca receta të thjeshta. Të japim sa iden faktikisht. Ku mund të përdorni edhe Vudit. Tani ka filluar një seshtja, siç e shikojmë, që të marrë, domethënë atë ngjyrën si krem dhe fillon të ziejë. Dhe në këtë moment do fillojmë që të shtojmë ujin në mënyrë graduale. Pra tham kemi 100 gram gjalp, rreth 20 gram domethënë vaj, ose 80 gram më falni gjalp dhe 20 gram vaj. Është mjaftueshëm. Okej. Atë e shikoni faktikisht edhe vetë juve në shtëpi. Ndërkohë që do të shtoni një filxhan një seshte, e ka vërdisim kështu se si e kam sjellur, dhe 2 filxhan i kemi këtu me ujë, të cilin e duam ujin që të jetë i ngrohtë. Dhe një filxhan sheqer. Tani për sheqerin mund ta keni një filxhan ose mund ta keni edhe kështu 3/4, siç e kemi neve tani këtu. Këtu është 3/4. Varet sa të ëmbël e duam? Po, varet sa të ëmbël e duam. 3/4 do jetë mirë faktikisht, mos të jetë edhe shumë i ëmbël. Që mos bëhet e bezdishme. Ka që e duan edhe të ëmbël faktikisht. Tani neve jemi gati për të shtuar ujin në mënyrë graduale. Okej. Atë ujin ti e ke matur përpara se ta vendosësh, kështu që nuk kemi nevojë për matje me filxhan tani, sepse dua që ta hedh në këtë mënyrë dhe kështu që s'më lejon domethënë që ta të djeg filxhani. Po ta hedhësh. Po, e drejtë. Kështu që e drejtë. Në këtë mënyrë është më mirë. Do ta afroj këtu tani që ta kem më mirë që ta punojmë. Sepse mbas ujit do të shtojmë edhe sheqerin. Në fund fare sheqerin? Po. Ndërkohë që jemi, besoj në 3-4 minutëshin e fundit. Do të arrim neve që ta bëjmë plotësisht. E shoh që ka filluar të lidhet. Është një mënyrë tjetër gatimi i hasudes. Tani do t'jetë momenti që do fillojmë që të shtojmë edhe sheqerin në mënyrë graduale. Edhe do t'a punojmë sa ajo të piqet, themi neve, të lidhet, të mpikset, plotësisht.
ka pak mundim, por ka një tjetër shi nga ajo asudja e zakonshme që bëhet me karamelizim. Pra do pak vëmendje kjo, Do, që do të thotë patjetër, të largohet her pas here tigani nga soda, të kthehet përsëri, të jemi pak të kujdesshëm me temperaturën, që të mos na ngjisë dhe të shpërndahet mirë në të gjithë masën. Edhe mos të jetë shumë, do me thënë të bëhet kokriza, është një tjetër lloj asude ajo që bëhet si kokriza, jo do më pak ujë, por neve nuk e duam në atë mënyrë, ne duam që të jetë më e butë. E kuptoj. Dhe ka mbetur edhe pjesa e fundit e Nisa të na zihet. Për ta shërbyer më pas do të duhet të ftohet apo kështu? Ullet pak temperatura edhe mpikset ajo, nuk është kaq. Dhe kapet me lug, do me Po, thonë. kapet dhe bëhet ajo forma me lug që themi neve. Po, edhe prap tani ajo do të zihet sa të mpikset edhe pak. Filloj të bëhet, si gjel. Po. Në disa zona, këte e quanin edhe si sapun halva. Me vërtet? Po. Nga që bëhet kështu me thënë. Tani do dhe pak që të zihet. Ma dje jedhin edhe ara brënda, nëse duan, por kështu është mënyra më e thjeshtë. Me thënë para, mund të servirin me ara në ditë festive, për shumë që ta bëjnë për një ditë më të shë, por në një, si thua, ditë feste. Festa kemi tani. Është muaj festash. Mund të servirin edhe me ara. Shikon që do dhe pak mundim, do me thënë të piqet. Po, do pak, e vërtet. Të kryoj atë konsistencën, do me thënë të bëj atë formën e duhur që duhet. Edhe këtë vajin, tani e kullojnë, që nuk është se shkondëm, mund të kullojnë edhe të mbajnë të kenë për një lloj tjetër ëmbëlsire, por e do që të piqet mirë, e do këtë i ndyrë. Dhe në momentin që del, e kullojnë dhe e ke atë vaj për bërë një ëmbëlsirë tjetër, nuk është se shkondëm. E kuptaj. Mirë, ne jemi drejt sekondave të fundit. Ja po e heq tani. Nuk di si do të kemi, sa do të kemi mundësi ta tregojmë, sepse ajo do kohën e vetë në fakt që të lidhet e gjithë masa dhe të arrihet të merret me lug kollaj dhe për ta shërbyer në një pjatë pastaj. Ndërkohë po i hedh një sy edhe tavës që kemi, e cila ende nuk ka përfunduar pjekjen, po ne thamë që do ta nxjerrim nga furra, të tregojmë deri në këto momente çfarë ka ndodhur me të, edhe do ta rikthejmë prap për nga temperatura. Një pecet. Shikojmë pak. Aroma është fantastike, që unë po e ndjej këtu. Ju e shikoni në pamje, do duhet të qëndroj edhe disa minuta të tjera, ne thamë që do kohën e vetë, sepse edhe orizi duhet të gatuhet plotësisht. Kati, shikoje njërë këtë? Më falë se po meresh. Ta lë këtu jashtë dhe e fusim pastaj? Lëre tani jashtë, sepse... E lëm që ta tregojmë në fund, se qëfar kemi përgat... Në fund. Fundi ka kaluar, në fakt. Fundi ka kaluar, por ne duhet... Katë, okej. Tani, të marrim dy lugë që të bëjmë ndonjë shumë. Okej. Sepse thash që kjo ul vëllimin tani edhe mpikset. Po mirë, ne do ta tregojmë thjesht për të dhënë iden, se nuk marrim një pjatë të vogël. Do duhet të ftohet pak, ajo duke u ftohur mpikset akoma edhe më shumë, trashet edhe më shumë. Po i kaloj pak këtu që të tregojmë edhe asuden. Po. Edhe tjetra që do thoshja, sepse neve edhe nxitua mund ta lënë edhe pak më tepër anvisat që të... Po, të gatuhet edhe pak. Po.
E ne, ju e dini që koha Tani nuk duam të justifikojmë, Anila, se ndonjëherë edhe duam të justifikojmë. Sepse sot kemi nisur transmetimin rreth orës 10:20, kështu që imagjinoni sa vonë ishim për të nxjerrë recetat që kishim menduar sot. Nuk na vin ashtu. Duam të bëjmë të gjitha, duam të japim sa më shumë ide, e dim që ndonjëherë nuk do të jetë më e mira që bëjmë, e rëndësishme është që përbërësit e recetës janë ato, mënyra e të gatuarit është kjo, dhe Kati gjithmonë ju tregon që ju në shtëpi do ta bëni kështu. Ne këtu po ngusim këtë lloj procesi për shkak të kohës. Kati më thonë që duhet të shkëputemi tani. Unë të falenderoj për gatimet sot, të lumshin duart. Uroj që... Ç'është e vërteta, Ungutëm, e di. Ungutëm. Shpresojmë që nesër ta kemi kohën në favor edhe nuk ti është se marrim na më doli shtruar ashtu siç gatimet. duhet, por kërkojmë ndjes. Juve në rast të parë, ajo kavërdisja atje duhet të qëndroj pak më tepër. Edhe në punimin pastaj të zgjerjes, sigurisht që edhe kohën e do pak më tepër sa të mblidhet dhe të bëhet do me thonë, të mblidhet një seshtja dhe ta keni gati pastaj për ta serviru. Dhe kur e nxjerr, ja shiko tani, ajo do t'ulet temperatura prapë, sepse thash që nuk e dua që të kem një seshte të jetë e fortë, kokriza, por të jetë një seshte e butë. E kuptoj. Mirë, shihemi nesër bashk? Nuk e zbukuruam bukur, po do të shihemi nesër. Ajo është e shishme, kjo është e rëndësishme. Nesër me të tjera gjëra. Faleminderit. Mirupafshim dhe miru takoshim nesër me receta të reja. Patjetër që po, me Katerinë ju presim këtu, tani është hapësira publicitare që na pret në vijim, më pas me 3 të ftuar në këndin ton të panelit do të kemi një bisedë interesante, mos e humbisni.